Reagon Hari Bayraktari, spoloboj kundër Vjosa Osmanit. Veprimtari i njohur shqiptar në Shtetet e Bashkuara, Hari Bayraktari, ka reaguar ashpër dhe një artikullit publikuar nga gazetari Xhemal Rexha, duke cilësuar pretendimet për lobim kundër presidentes si të pavërteta dhe absurde. Bayraktari theksoi qartë në shkrimin e tij në Facebook se nuk ka asnjë ambicie për të bërë president i Kosovës, duke hedhur poshtë çdo spekullim për synime politike personale. Ai sfidoi publikisht autorin në shkrimit që të paraqes qoftë një fakt të vetëm që dëshmon se ka vepruar kundër presidentes Vjosa Osmani apo kundër ndonjë udhëheqësi tjetër të vendit. Përkundërzi, Bayraktari nënvizoi se ka mbështetur publikisht Osmanin dhe vazhdon ta konsiderojë atë si kandidatën e duhur për një mandat të dytë. E ftoi publikisht paraqes qoftë një fakt të vetëm që dëshmon se unë kam punuar kundër presidentes apo kundër ndonjë presidenti apo kryeministit të Republikës Kosovës. Një pretendim i tillë është i pabazë dhe absurd. Unë e kam mbështetur publikisht presidenten Vjosa Osmani dhe vazhdoj të qëndroj pas vlerësimit tim se ajo është kandidatja e duhur për një mandat të dytë si presidente e Kosovës, thuhet në këtë shkrim.